edhe pse ende jemi fëmijë, dim çka është atë dheu dhe çka quajmë liri. Në sheshet në qëtë vetë, kur që qëtë vetë, shkele shka është. E janë të dashur mblidhemi të gëzuar festojmë për atë dheun tonë, edhe pse ende jemi fëmijë, dim çka është atë dheu dhe çka quajmë liri. Urime kjo festë o nëna Shqipëri, se bashku me ju këndojmë për liri. Atë dheu stolisur, veshur ku gjëzi, do të jemi përherë unike një Shqipëri. Është fjesta më e madhe kombëtare që festohet të shqiptarët, të fillu prej kohës Skënderbeut, pavarësia e Shqipërisë 1912 në shpallja e pavarësisë nga Ismail Qemali, zbulletimi, Luiz Gurakuqi dhe deri te ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jasharit. 28 nëntori. Kështu festohet, mirë është të festuar, ka mujtë edhe më mirë me pas koncerte, me pas vallëzime, me pas muzikë, po, nëse edhe kështu është mirë. A menon që na është koha e ftoftë që po mbizotron këto ditë? Po edhe kjo ndikon. Edhe kjo ka ndikuar. Na festojmë 28 nëntor, ne festojmë gjithë na. Ja, 17 shkurt janë është kalimtare. Besoj që ka me ko kalimtare se na duhet mu bashku me Shqipërinë, se s'kem dy shtete, pse ekzistojmë dy shtete shqiptare. Kosova mu bashku me Shqipërinë. Na ilegalisht e festojshëm, me thore thona, në moshën time kam fjallën para 3-40 vitësh, na ka metë. Jore shqiptarë gjithë mirat në këtë botë, popullit tim më të mirat në botë ja uroj. Rove, thej në kartësi, u dhëtove, qërën ku të zabishti, të ardës të atrem kasëre, asë ke pa mos ke kur. Unë thot, me të rimrur e bënë qërën dhe flamër. Në sheshet në qëtë vetë, kur që qëtë vetë, shkele shka është. Pak në kundaj viteve tira, ma për para, ta është tja për shetë. 10-15 flamura e kanë qiqa që tjetër zbukurim s'ka. E Prishtinës i ka qita flamura, e ka bata atë vetën, ka mujtë ashtë halem ma shumë, po, da flamura e ka qitë këmëtarë. Mirë është, për fatë kesh që si vjetë po duke shumë zbet festa. Zërë njerës për fatë kesh edhe skoqet ekonomike, po ndikan shumë të na, të festat. Ashtë një ditë shumë symbolike që UÇK-ja, Ushtria jo najë mira në botë, ka dalë për herë të parë 1997 me emblema, me uniformë. Edhe sot e ka komandanti legjendar Adem Jashari ditëlindjen, edhe shumë kanë dekë për këtë vend, shumë martirë, shumë dëshmorë, shumë kanë bërë kontribut për këtë vend tonë. Të gjithë ata që e përcjellin lajmi.net, edhe ata që nuk e përcjellin, ju dëshiroj shëndet, suksese, kjo është.